Haleluja. Zoti është i mirë, amen. Amen. Haleluja. Prania e Perëndis, patjetër kur Perëndia vjen, patjetër do sjellë diçka. Nuk vjen kot. Amen. Haleluja. Dhe Perëndia e di shumë mirë çfarë zemrat tona ka nevojë. Mjafton që ne ti themi, eja Perëndi, unë jam gati. Eja dhe vepro dhe ai do veproj. Dhe Perëndia nuk vjen kundër vullnetit ton, për të vepruar tek zemrat tona, për të vepruar në jetën tonë. Haleluja. Mi shumë fala nga pastorët. Sperojmë ka shkuar sot mëngjes. Kanë qenë duke shërbyer, nesër një kish ku pastori ka qenë dhe ka predikuar, pastori asaj kishe ka qenë në kishën tonë dhe ka predikuar. Jo, në Suedi. Edhe sot i kishin thirrur për një drek për të kaluar kohë bashk. Tha për lutem për ju. Mendoj që edhe ne jemi lutur për ta. Po le të vazhdojmë të lutemi dhe ta bëjmë bashkë këtë lutje që Zoti ti përdor dhe Zoti ti drejtoj. Amen. Perëndishej ne i bekojmë pastorët ndërkohë që shërbejnë edhe kalojnë kohë në Suedi, Zot. Ne vazhdojmë të lutemi për mbrojtjen tënde hyjnore, për shërbesin e ëngjëve rreth rrotullt tyre. Ne lutemi për vajosjen tënde, Zot, ndërkohë që shërbejnë, Zot, unë lutem që vajosja jote të jetë mbi ta, të jetë me ta, Zot, duke i drejtuar frymën e shenjtë. Ne kërkojmë drejtimin tënd hyjnor, Zot. Ne lutem, Zot i shenjtë, që ti përdorësh për lavdinë tënde. Në emrin e çmuar të Jezus Krishtit. Amen. Haleluja. Mirë, kisha pas ka qenë gati në në zjarr këtë javë. Lavdia e Perëndis. Duket që njerëzit janë prekur dhe Perëndia ka dhënë mundësi për të ndarë fjalën e Zotit. Dhe Perëndia do ta shpërblej. Do t'i shpërblej mundin e duarve tona, mundin e buzëve tona. Amen. Perëndia do bekoj ata që bëjnë vullnetin e tij. Kjo është e padiskutueshme. Amen. Por le të lutemi për këta njerëz që kanë dëgjuar fjalën e Zotit, që Perëndia t'i prek, që Perëndia t'i përdor, dhe Perëndia t'i sjell bindje edhe t'i sjell mbretërinë e tij. Amen. Perëndi, faleminderit për këto njerëz që kanë dëgjuar fjalën tënde, Zot, ungjillin, lajmin e mirë, Zot. Ne i bekojmë kudo që janë në emrin e çmuar të Jezus Krishtit. Por ne nuk duam thjesht ngelimi me kaq, ne duam Perëndi shenjtë që ti sjellësh frymën e pendimit tek ta njerëz Perëndi shenjtë. Ne lutem Perëndi që mos i lësh rahat Perëndi. Po për fjala jote të mbetet në zemrat e tyre dhe fjala jote të mbetet në mendjet e tyre Perëndi shenjtë. Ne lutem për shpëtim. Ne lutem Perëndi shenjtë që ata të gjejnë një mundësi Perëndi për të ardhur, për të takuar ty dhe për të thelluar dhe për të qenë pjesë e mbretërisë tënde Perëndi shenjtë. Në emrin e Zotit Jezus. Ne i bekojmë, Zot, dhe ne lutem Perëndi që ti ruash Perëndi. Ti ruash nga i ligu, ti ruash nga kjo botë Perëndi në emrin e Zotit Jezus. Satan e të urdhërojmë të hiqë duart nga këto njerëz. Ne i shpallim të njerëz të mbrojtur në emrin e Zotit Jezus. Dhe shpallim që ata do jenë pjesë e mbretërisë së Perëndis. Në emrin e Zotit Jezus. Ne bijem dakord dhe lutemi. Amen. Haleluja. Alma mbush kisha. Alma po ju priste. Presim, tha. Se është vap. Haleluja. Kam qenë duke menduar dhe një fjalë që kam pas në zemër. Edhe kjo është për ata që duan ta marrin dhe për ata që nuk duan ta marrin.
nuk kam asnjë lloj gjëje personalisht me askënd. Është thjesht një fjalë që e kam pasur në zemër në takim lutjeje, ku ne kemi qenë në lutje. Edhe e kam thënë atë ditë. Por mendoj që në kish jemi në një nivel apo në një stad kur dikush thjesht është pjesë e kishës, por nuk dëshiron dhe nuk merr asnjë lloj iniciative për të rritur. Edhe ka mbetur aty ku pali thot, te bibironi me qumësht, edhe thjesht është pjesë e kishës. Pastaj është niveli i dytë kur një besimtar është që vjen në kishë, është rritur dhe ka marrë nga fjala e Zotit dhe ka thënë më stop, nuk dua më. Nuk dua më as të rritem, nuk dua më as të bëj asgjë. Thjesht dua të jem pjesë e kishës. Por fjala e Zotit mbetet. E niveli i tretë është besimtar që kërkojnë fjalën e Zotit, besimtar që përulen, adhurojnë Zotin dhe kërkojnë Zotin për më shumë. Dhe shkojnë në thellat e Zotit, duke kërkuar perëndim për të rritur akoma më shumë. Absolutisht nuk kam, thjesht kjo ka qenë një fjalë në zemrën time dhe për një kohë të gjatë ka qenë muajin e kaluar, apo jo Alma? Domethënë gati një muaj si fjalë dhe kjo fjalë nuk më është hequr nga zemra. Ka qenë një fjalë që e ka goditur zemrën time dhe më ka bërë dhe mua të mendoj ku jam, në cilin stad jam, çfarë po bëj, çfarë po kërkoj, ku duhet shkoj. Edhe kam qenë duke menduar për këtë gjë. Po ajo që më vërtet më bën me pikpyetje është edhe të mendoj është niveli i mesit ku besimtarët e kanë parë edhe kanë përjetuar lavdinë e Perëndis. Edhe kanë dëgjuar zërin e Zotit, edhe i kanë thënë Zotit, boll, unë kaq dua. Por unë besoj që Perëndia na ka thirrur që ne të jemi frytshëm. Unë besoj që Perëndia na ka thirrur të jemi një kishë, ashtu siç kemi emrin, fitimtare, një kishë që ecim përpara dhe kërkojmë Perëndinë dhe jemi të frytshëm. Na ka thirrur që të rritemi edhe ta përjetojmë Perëndinë më shumë e më shumë. Nuk ka ne do ta njohim Perëndinë vetëm në përjetësi. Ta njohësh Perëndinë edhe të rritesh në frym, nuk ka këtu në tokë nuk mendoj që ka një nivel, një fund. Por Perëndia na ka thirrur që të jemi frytshëm, edhe në fakt, cili është bekimi i parë që i tha njeriut? Pasi krijoi Adamin. Jini të frytshëm. Dhe ky bekim vazhdon të jetë në jetën tonë për të qenë të frytshëm. Haleluja. Jezusi thot, ose bëjeni pemën e mirë, tek Mateu 12:33, ose bëjeni pemën e mirë dhe fryti i saj do të jetë i mirë, ose bëjeni pemën e keqe dhe fryti i saj do jetë i keq. Se pema do të njen nga frytet. Edhe askush nga ne nuk mund t'i fshihet kësaj fjale. Pema apo jeta jon do njihet nga frytet. Nga ajo çfarë ne prodhojmë. Amen. Haleluja. Edhe shumë e rëndësishme që ne të jemi çfarë jemi duke bërë me pemën e jetës sonë. Duke ushqyer që fryti ynë të jetë i mirë, ashtu siç Jezusi thotë. Edhe ne po jetojmë në fakt në kohën e hirit, por duhet dim që çdo bekim vjen si fakt i bindjes sonë ndaj fjalës së Zotit. Dhe fjala e Zotit është autoriteti final. Amen. Është e pakorruptueshme. Nuk mund bëjmë dot marrëveshje me fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është e pakorruptueshme. Nuk mund ta kthejmë fjalën e Zotit ashtu siç duam ne. Fjala e Zotit është e vërteta, që na bën ne të lirë. Amen. Haleluja. Dhe në fakt ajo çfarë do flas sot është për bindjen.
sa e rëndësishme është bindja ndaj Perëndis. Bindja çliron bekimet e fjalës Perëndis në jetën tonë. Ligji për të ri 28, 1 dhe 2 Perëndia thot, tani në rast se ti bindesh me zell zërit të Zotit, Perëndis tënd, duke pasur kujdes të zbatosh të urdhërimet e tij, që sot unë po të urdhëroj, do të ndodhë që Zoti Perëndia ju do të lartësoj mbi gjithë kombët e dheut. Të gjitha këto bekime do të bien mbi ty dhe do të zënë në rast se dëgjon zërin e Zotit. Në rast se dëgjon zërin e Zotit dhe i bindet zërit e Zotit. Çfarë do bëj Zoti? Do bëj që të ndodhë që do të lartësoj mbi gjitha kombët e dheut. Amen. Lartësimi apo rritja jon nuk mund të ndodhë në pa bindje. Amen. Në qoftë se ne nuk bindemi, atëherë do të mbetemi diku edhe s'do përjetojmë nga lavdia e Perëndis. Pa bindje ne nuk mund të shkojmë më tej. Amen. Haleluja. Le të shohim Adamin dhe Evën. Ata për shkak të mosbindjes bëri që mëkati të hyjë në tokë. Çfarë i tha Zoti? Vetëm ha nga të gjitha, mos ha nga këtë. Vetëm këtë gjë mos bëj. Mosbindja bëri që mëkati të hyjë. Amen. Shohim Abrahamin. Shohim Abrahamin që i bindet Zotit në mënyrë mrekullueshme. Zoti i thot, shko atje, Abrahami shkon atje. Zoti i thot, bëj këtë, Abrahami bëj këtë. A bëri gabime Abrahami? Bëri me por aman, fjala e Zotit thot që ai ishte ati i besimit. Edhe ai ju bind Perëndis në çdo hap. Është mrekullueshme. Domethënë Abrahami e kishte pikë të dobët birin e tij. Ishte ai që priste, ishte mrekullia. E momenti që Perëndia i tha merre, ai nuk bëri asnjë lloj marrëveshje me fjalën e Zotit. Momenti që e dëgjoi fjalën e Zotit, ai u bind. Nuk bëri marrëveshje. Shohim Isakun, Jakobin, bekime pa masnjë të tyre. Shohim se si Perëndia e bekon Isakun. I thot që edhe pse është uri, edhe pse nuk ka ushqim, ti qëndro aty. A do qëndroni ty në një vend ku s'ka asnjë lloj burimi? Do ishte vështirë. Pa ju bind, edhe Perëndia e bekoi aty ku s'kishte asgjë. Amen. Shohim Jakobin. Edhe pse Jakobi e mori bekimin nëpërmjet gënjeshtrës, Perëndia për shkak bekimit nuk e la. Pra Perëndia e bekoi. Perëndia i tha shko atje, ai shkoi në vendin që Perëndia i tha. Perëndia i tha ktheu, ai u kthy në vendin që Perëndia i tha. Shohim Jozefin. Edhe pastori ka fol një javë të kaluar për Jozefin. Jozefi është shembulli i manitshëm. U bind Perëndis në çdo hap. Kur nuk u dorëzua, edhe pse ishte në kushte më të vështira të jetës tij. Kur nuk u dorëzua. Ju bind Zotit. Mojsiu drejtoi një popull me 3 milion banor vetëm për shkak të bindjes. Vetëm për shkak të bindjes mori 3 milion banor, ishte i vetëm. Deri kur vjeri i shkoi dhe tha çfarë po? Duhet me ndryshu mënyrë edhe mori urtësi. Por ishte i vetëm deri në atë kohë. Të marrësh 3 milion banor, të marrësh nga një vend, të çosh në një vend tjetër, sa që Shqipëria është pak. Është vështirë. Po për shkak të bindjes, Perëndia ishte me të. Amen. Kemi më pas Saulin dhe Davidin. 2 shembuj që flasin shumë për bindjen. Në fakt, ai që bëri më shumë gabime kush ishte? Davidi. Vrau. Preu.
në qëndrime kanë fjalën. Sauli bëri vetëm një gjë, por ishte mosbindje ndaj Perëndisë. Perëndia i tha, shko edhe vrit çdo gjë tek ai qytet. Vrit çdo gjë, mos le asnjë lloj jete në atë qytet. Dhe Sauli bëri që gjithë delet edhe këto i mori, nuk i vrau, po i mori për veten e tij. Edhe justifikua pastaj për t'i çuar për sakrificë për Perëndin. Ky ishte mosbindje ndaj zërit të Zotit. Edhe nëse kujtojmë, kthehemi pak më pas, Mojsiu, për shkak se nuk ju bin Zotit, çfarë u bë? Një gjë nuk ju bin Zotit. Nuk përjetoi vendin e premtuar. Atë çfarë ai ishte thirrja e tij kryesore. Po për shkak të një mosbindje të vogël jo, sepse nuk ju bin zërit të Zotit, ai nuk hyri në tokën e premtuar. Sa rëndësishme është bindemi edhe të jemi të mpretë për dëgjuar nga Zoti, për t'i thënë Zotit po. Po Davidi ishte ndryshe. Davidi vërtet mëkatoi edhe bëri gjëra që fjala e Zotit na thot, por ai u pendua. Edhe ka një ndryshim të madh. Kur ti bën diçka të gabuar dhe shkon ti thot Zotin fale bëra, me atë mosbindje kur ti thua Zotit, çka ke Zot unë, edhe fillon të justifikohesh me mëkatin tënd. Edhe justifikohesh me mosbindjen tënde. Edhe Perëndia këtë gjë nuk e pëlqen. Justifikimin me mosbindjen tënde. E ke parasysh atë fëmijën e vogël që vjen tek prindi, ka bërë diçka të caktuar? Zakonisht ndodh që prindi është më hirshëm kur Perëndia thot po, kur fëmia i thot që unë e bëra, se sa kur fëmia thot që po unë isha atje dhe justifikohet me atë mosbindje. Sepse është si një gjë, si një gënjeshtër, si një gjë e pa tolerueshme për Perëndin, të korruptosh fjalën e tij. Amen? Besoj që po më kuptoni. Dhe ky është ndryshimi midis Paulit edhe Davidit. Unë përmenda nga Zanafilla dhe lash dikë para Abrahamit. Noeu. Arsyeja pse është sepse duhet ndalen pak te Noeu. Zanafilla 6:9. Fjala e Zotit për Noeun thotë që kjo është prejardhja e Noeut. Noeu ishte njëri i drejtë dhe i pa të met. Wow. Është një nga personazhet e rradha që flitet në fjalën e Zotit, i drejtë edhe pa të met. Përveç Jezusit, s'kishte më. I drejtë edhe pa të met. Midis bashkëkohësve të tij, Noeu eci me Perëndin. Ne jemi çdo ditë duke të jetuar me Perëndin, edhe hiri i Perëndis është mbi ne. Dhe mundësitë e Perëndis vijnë mbi jetën tonë. Amen. Haleluja. Po të krahasojmë gjeneratën e sotme me gjeneratën që Noeu po jetonte, ishte pak a shumë e njëjta. Edhe Noeu u vë në situatë shumë të sikletshme, gjatë gjithë kohës ai tallej, gjatë gjithë kohës ai shahej, sepse ai po i besonte Zotit për atë gjë që ai po ndërtonte. Dhe njerëzit e shikonin dhe talleshin me të. Besoj që na ka ndodhur edhe ne. Në punën tonë, në familjen tonë, kur ne bëjmë diçka për Zotin, njerëzit tallen me ne. Edhe nuk është e lehtë. Nuk është një përjetim jo i rehatshëm. Amen. Po Noeu përqendronte. Është shumë e rëndësishme të bindemi fjalës së Zotit dhe instruktimeve që Fryma e Shenjtë sjell mbi ne. Noeu e njihte
Noeu e njihte Perëndin dhe zgjodhi t'i bindej atij, edhe pse qeshnin për atë gjë që ai po i besonte Zotit. Çdo ditë, po të fjalë e Zotit thotë që ata qeshnin, talleshin me ta. Po ai zgjodhi t'i besoj Zotit edhe t'i bindej Perëndis. E në fakt, e kam këtë fjalë, domethënë, sepse ne vim në kish, dëgjojmë fjalën e Zotit, themi amen, bravo pastor, faleminderit për fjalën, e falenderojmë edhe në fund. Faleminderit për fjalën që edhe harrojmë. Edhe kjo na bën të jemi tek situata që kaq dua, nuk dua të rritem. E mora fjalën, erdha në kish, e mbarova misionin, shkova në shtëpi, edhe nuk punoj me veten tonë, edhe nuk korrigjojmë veten tonë, edhe ajo fjalë mbetet ashtu siç Jezusi thotë shëmbëltyrat. Atë fjalë i ligu e vjedh, edhe nuk sjell asgjë në jetën tonë. Dhe kjo është mosbindje. Ku ne e dëgjojmë fjalën, e dim që Zoti e ka me ne, e dim që Zoti po na flet ne, e dim që sepse është shumë e lehtë ti bindesh Zotit në praninë e Perëndis. Është shumë e lehtë ti thuash po, bravo pastor, faleminderit për fjalën që më the ku je në kish. Sepse fryma e Zotit është tu dhe fryma e Zotit e ka bindur zemrën tonë dhe fryma e Zotit sjell një lloj gëzimi brenda nesh për t'i thënë po fjalën e Zotit. Po kur ne ikim jashtë, kur ne shkojmë në punë, kur ne shkojmë në shkollë, edhe sillemi në atë mënyrë sikur se kemi dëgjuar fjalën e Zotit fare. Edhe kjo është mosbindje. Dhe kjo gjë nuk e bën të frytshme pemën tonë. E bën që pema jonë mos marrë ushqimin e nevojshëm. Mosbindja sjell ato rënjet gjërat që konsumojnë rënjet, barishtet që konsumojnë rënjet. Mosbindja është një gjë që ngjitet edhe vështirë për t'u hequr, është një zakon i keq për jetën tonë. Mosbindja është shumë e rrezikshme, sepse është si një vetë mashtrim ku ti mendon që je okay me Perëndin, por ndërkohë ke një gjë që duhet punosh me veten tënde. Kur një prind e di që një fëmijë ka një zakon caktuar, një zakon jo të mirë, edhe thotë të lutem mos e bëjmë këtë gjë, të lutem bindju zërit çfarë unë të them, bëhet shumë e vështirë për prindin për të komunikuar me fëmijën. Edhe kjo ndonjëherë mosbindja pengon zërin e frymës shenjtë të na flas, të na korrigjoj, të na qortoj. Dhe ku e them për ju, them dhe për veten time. Prandaj duhet ta ndaj këtë fjalë, sepse nuk dua të mos i bindem zërit të Zotit. Mosbindja pengon që fryma e shenjtë vazhdoj të na flas. Mund të humbim bekimin e Zotit, ashtu siç fjala e Zotit thotë. Dhe ne dim që bekimet e bindjes dhe madhkimet e mosbindjes. Kapitulli që u ndala shpar, ligji për të rirë. Dhe Perëndia nuk e toleron mosbindjen. Amen. Kur ne bindemi fjalës së Zotit, fryma e shenjtë na bën që ne të dorëzohemi. Dhe dorëzimi nuk është thjesht një ndjesi e momentit apo një emocion. Bie në gjunjë dhe u dorëzova unë. Dorëzimi është bindje ndaj zërit të frymës së shenjtë, që është pjesë e jetës tënde, që vazhdon të jetë pjesë e jetës tënde, edhe ku del nga kisha, edhe ku je në punë, edhe ku je në shkollë, edhe ku je në familje. Dorëzimi nuk është thjesht një moment kur ne
themi Zot, u ndërzojmë të këti, dorëzimi vazhdon të jetë pjesë e jetës tënde. Bindja është të bësh vullnetin e Perëndis në mënyrën e tij dhe në kohën e tij. Të bësh vullnetin e Perëndis, mënyrën e tij, jo në mënyrën tonë. Sauli kishte mënyrën e tij për të bërë vullnetin e Zotit, po dhe në kohën e Zotit, ne ndonjëherë kemi të vështirë të presim. Ti mund të shërbesh, mund të jesh pjesë e kishës, mund të bësh shumë gjëra për Zotin, por pa bindje, to janë asgjë kundrejt Perëndis. Edhe para Samuelit, ashtu si Samueli i thot Saulit që bindja është më e mirë se sakrifica. Ti mund sakrifikosh veten gjithë ditën për të bërë gjëra kundrejt Perëndis, por nëse ti nuk bindesh dhe nuk u bën ato gjëra që Perëndia të ka thënë, atëherë është e kotë. Prandaj edhe bindja është më e mirë se sakrifica. Edhe fjala e Zotit na thot tek Samueli 15:22. Perëndia zgjedh çdo ditë bekoj, po ai është i drejtë, ai është xhelos. Bindja kërkon që ne ta njohim Zotin, më shumë e më shumë. Ai është sovran, i denj për t'i besuar, ai i qëndron premtimeve të tij. Ai kur nuk bën kompromise. Premtimet e tij janë po dhe amen, thot Zoti. Amen? Ai është besnik me jetën tonë. Ajo çfarë duhet dimë është që ai na ka dhënë aftësinë që ne t'i bindemi atij. Momenti që ne jemi bërë pjesë dhe jemi fëmijët e tij, ai na ka dhënë një aftësi brenda nesh që ne t'i bindemi fjalës Zotit. Amen? Këtë aftësi nuk e kanë jo besimtarët, sepse fryma e shenjtë nuk jeton në ta. Por ku fryma e shenjtë, nëse fryma e shenjtë banon brenda nesh, kjo vajosje, kjo aftësi, qëndron brenda nesh për t'i thënë po Zotit. Patjetër kundërshtohet nga i ligu, me situatat ndryshme, me gjëra që ndoshta na pëlqejnë më shumë, por aman aftësia për t'i thënë po Zotit e për t'u bindur është në çdo besimtar. Amen? Është si pjesë e paketës së shpëtimit për t'i thënë po Zotit. Isaia 66:2. Tërë këtë kohë, këto gjëra i ka bërë dora ime, thot Zoti, dhe të gjitha kanë marrë në ekzistencë, kanë ardhur në ekzistencë. Mbi kë pra do të kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymën e penduar dhe dridhet nga fjala ime. Janë 3 nivele. Mbi atë që është i përulur, do kthej shikimin tim. Mbi atë që ka frymën e penduar dhe që dridhet nga fjala ime. Amen? Dhe të 3 këto situata kanë përbërje bindje brenda. Ti nuk mund të jesh i përulur nëse nuk je i bindur. Amen? Ti nuk mund të kesh frymë pendese nëse nuk i bindesh fjalës Zotit. Amen? Ti nuk mund dridhesh të kesh frikë nga fjala e Zotit, frikë, respekt, jo frikë o bobo. Nëse ti nuk i bindesh fjalës Zotit. Haleluja. Bindja s'është vetëm në kishë, thash dhe njerë. Bindja është kudo që ne jemi. Është një gjë që e marrim me vete. Është një gjë që fryma jon e dëshiron ti bindet Perëndis gjallë. Amen? Haleluja.
Apo dridhesh ti nga e vërteta e fjalës Zotit, ashtu siç fjala jote thotë. Haleluja. I përullur, përndje dëshiron të jemi të përullur. Edhe personi më mirë që na e tregon në Bibël të gjë është Jozefi. I përullur. Amen. Ka frym pendese. Personi që na e tregon më mirë këtë gjë është Davidi. Davidi e dinte Chelsin. Çfarë prek zemrën e Zotit. Haleluja. Dhe dridhet nga fjala e Zotit. Haleluja. Janë 3 situata që kërkojnë bindje e duhet i kemi parasysh. Ajo çfarë duhet të them është që fryma e bindjes ka nevojë të zhvillohet. Ne kemi nevojë ta zhvillojmë frymën e bindjes. Edhe kjo vjen si pjesë e marrëdhënies sonë me Perëndin. Sa më shumë ne kalojmë kohë me Zotin, aq më shumë i bindemi. Aq më shumë e njohim atë. Aq më shumë e dim çfarë prek zemrën e tij. Aq më shumë ne dëgjojmë nga zëri i tij. Dhe ne kemi nevojë ta dëgjojmë zërin e Zotit për të thënë po. Amen. Haleluja. Të mësosh mbi bindje në proces. Edhe Gjoni 14:15 na çfarë thot Jezusi? Si? Ato gjë, ju do më doni nëse bëni gjërat që unë them. Haleluja. Kush e do Zotin, duhet të tregojë evidencën e bindjes. Duhet të tregojë evidencën e bindjes. Amen. Haleluja. Si e zhvillojmë në frymën e bindjes? E para është mëso ti besosh Perëndis. Mëso se si ti besosh Perëndis. Është gjëja fillestare. Është shumë e rëndësishme të mësojmë se si ti besojmë Zotit. Çfarë prek zemrën e Zotit? Çfarë është besimi? Si vjen besimi? Amen. Haleluja. Fjalët e urta 3:5-6 na thonë këtë gjë. E dyta është mëso se si të presësh nga Perëndia. Duhet dim se si të presim nga Perëndia. Duhet dim se si të jemi në situatën që të dëgjojmë nga Zoti dhe si Zoti na bekon. Amen. E treta është mëso të meditosh fjalën e Zotit. Pa meditim është rëndësishme që fjala e Zotit mbetet në zemrën tonë. Pa meditim, ajo fjalë thjesht ikën dhe vjen. Po mendit që ne meditojmë fjalën e Zotit, ajo fjalë zerrojnë brenda nesh. Prandaj është rëndësishme meditimi i fjalës së Zotit. Dhe thjesht mos ta lësh të e dëgjove, edhe ta lësh të shkojë. Dhe katërta është mëso të dëgjosh qetësinë e frymës shenjtë. Është shumë e rëndësishme. Pa frymën e shenjtë, ne nuk mund të bëjmë dot asnjë hap. Prandaj ai është ndihmuesi ynë, është përkrahasi ynë. Ai është me ne kudo që ne jemi. Por është e rëndësishme të bindemi zërit frymës shenjtë. Ashtu siç Pali thotë. Është shumë e rëndësishme që fryma e shenjtë të jetë miku ynë, të jetë burimi ynë i është e rëndësishme që marrëdhënia jonë me frymën e shenjtë mos jetë si një gjë që thjesht ai është Zoti. Ne do ta njohim frymën e shenjtë. Kish fryma e shenjtë
është manitshme si Perëndia ka bërë që ne të jemi tempull i frymës shenjtë. Ndaj Davidi thot që edhe në Sheol ti ishe me mua. Fryma e shenjtë nuk na lë, nuk na braktis. Ne e shuajmë frymën e shenjtë, siç thot Pali, ne e shuajmë zërin e frymës së shenjtë, kjo është ajo mosbindja. Po duhet dim që fryma e shenjtë është me ne. Dhe fryma e shenjtë do më të mirën e jetës sonë. Ashtu siç Jezusi, fjala e Zotit thotë që Jezusi ishte me dishepujt, kaloi kohë me dishepujt, foli me dishepujt, hëngri me dishepujt, i drejtoi ata. Ashtu dhe fryma e shenjtë është me ne. Ndaj është rëndësishme të lutemi gjuhë pa njohura, kudo që kemi mundësinë për ta bërë. Kemi mundësi të japim kohë frymës së shenjtë të na flas, dhe thjesht jo ta mbyllim fjalën e Zotit, po të japim një moment që fryma e shenjtë na flas. Edhe kur jemi në momentin tonë më të keq, ai është përkrahasi ynë, ai është ndihmuesi ynë. Jezusi tha që unë do iki, po do t'ju lë me ju një person si unë. A të doni tu që Jezus t'ishe me ju? Që Jezus t'ju flasë, që Jezus t'ju drejtoj? E keni, është fryma e shenjtë, e kemi. Është fryma e shenjtë në ne. Nëse ka diçka që Perëndia ju ka folur, edhe Perëndia kërkon që vërtet ta bëni atë gjë, bëjeni. Dhe jam i sigurt që fryma e shenjtë do sjell freski brenda jush për të vazhduar, për t'ju folur për mëtej. Është rëndësishme që të japim lavdi frymës së shenjtë. Ai është Zot. Ashtu siç adhurojmë Zotin Jezus, Atin, edhe fryma e shenjtë kërkon të njëjtin adhurim, të njëjtin qëndrim. Ndonjëherë flitet shumë pak për frymën e shenjtë, por shumë e rëndësishme të dim që ai është Zoti që banon brenda nesh. Dhe ne dim që mëkati që nuk falet është blasfemia kundrejt frymës së shenjtë. Edhe ne dim që ai trishtohej sipas fjalës së Zotit. Ne dim që ne mund ta shuajmë zërin e frymës. Pra, le t'i bindemi fjalës së Zotit duke i dhënë lavdin, nderin, frymës së Zotit. Amen? Haleluja. Dhe gjëja e fundit që do them është lutu që Perëndia t'jap frymën e bindjes. Edhe për ata që janë, edhe për ne që jemi kokë fort. Lutu që Perëndia të t'jap frymën e bindjes. Është si dhunti, është si një dhuratë që Perëndia jep me gjithë secilin për ne. Unë e thash edhe më parë që Perëndia tashmë e ka dhënë atë aftësi që ne t'i themi po. Momenti që ti the, po Zot, unë besoj në ty, Perëndia ka dhënë atë aftësi brenda nesh për t'i thënë Zotit po. Amen? Haleluja. Mirë. Doja të ecja pak, sepse di që është vap, dhe nuk doja të ndalesha të vargjet. Kështu që, po besoj që kam lënë diçka brenda jush. Bindja. Është një gjë shumë e rëndësishme për Perëndin. Është një gjë shumë e rëndësishme për një besimtar që të jetë i frytshëm. Pa bindje, s'mund të ketë frytshmëri. Amen? Pa bindje, ne nuk mund të shkojmë përtej asaj që Perëndia na ka thirrur të bëjmë. Edhe si kish. Ne nuk mund t'i themi Zotit, sjell jo besimtar ti tashmë, ku ne jemi vetë të pabindur. Ku ne thjesht bëjmë gjërat ashtu siç duam ne t'i bëjmë.
Nëse mëkati është mëkat, ne nuk mund ta tolerojmë. Amen. Nëse mëkati bën bau, edhe çdo gjë që është kundra fjalës së Zotit, nuk mund ta tolerojmë, sepse është mosbindje. Dhe mosbindja sjell gjëra të tjera mbrapa. Unë nuk dua të flas për mosbindjen, por mosbindja sjell gjëra të tjera mbrapa. Prandaj është e rëndësishme që zemra jonë të ketë shëndrim bindje ndaj fjalës së Zotit. Amen. Dhe ta ruajmë frymën e bindjes. Vërtet prania e Zotit e bën më të lehtë për të thënë Zotit po, por dhe ku jemi jashtë këtyre murave, e rëndësishme që ta ruajmë frymën e bindjes. Amen. Haleluja. Le të lutemi pra që Zoti ta bëj më të lehtë për ne, që fryma e bindjes të jetë më e fortë brenda nesh. Gjërti. Perëndia im, u të nderoj ty, ne të bekojmë ty, ne të lartësojmë ty. Faleminderit që fjala jote jep liri, Zot, fjala jote është jetë, Perëndi. Fjala jote është e vërteta që na bën ne të lirë. Dhe ne kemi nevojë për lirinë. Ne kemi nevojë, Zot, për zërin tënd, ne kemi nevojë, Zot, që ti të na flasësh, na drejtosh, ne kemi nevojë, Zot, që ne ta përjetojmë lavdinë tënde, Zot. Ne kemi nevojë, Zot, që përjetojmë më shumë e më shumë, dhe të njohim ty më shumë e më shumë, Zoti. O Ati Shenjtë, unë lutem që sjellësh në zemrat tona frymën e bindjes. Dhe ta bësh të lehtë për gjithë secilin prej nesh, Zot. Që të jemi ashtu siç Jozefi ishte, i bindur plotësisht, ashtu siç Noeu ishte, Zot, i drejtë dhe i patmet. Sill të qëndrim brenda nesh, Zot. Bëjmë Perëndi Shenjtë që mos ta neglizhojmë fjalën tënde. Po të jemi të shpejtë, të jemi të zgjuar dhe të urtë për t'i thënë po vullnetit tënd, Perëndi Shenjtë. Shtije në ne, Zot, frymën e bindjes. Dhe na bëj punëtorë të tu, Zot. Frymë e Zotit, ne kemi nevojë për ty. Kemi nevojë që të na flasësh. Edhe në qoftë se kemi qenë në mosbindje, Zot, unë lutem, Zot, që të sjellësh një freski brenda nesh, Zoti. Edhe në qoftë se kemi harruar, rikujtona, Zot. Dhe na e forcë të ngrihemi lart, dhe na e forcë për të bindur zërit tënd, Perëndi Shenjtë. Ne duam ta bëjmë pemën tonë të frytshme. Ne duam ta bëjmë pemën e jetës sonë të mirë, Zot, që frytet tona të duken dhe ti të marrësh nderin dhe lavdinë, Zoti. Në emrin e çmuar të Jezus Krishtit, ne nderojmë ty dhe ne të bekojmë ty. Amen. Haleluja.